Do të jem aktivisten Arlinda Leshi, që do të mbashkohet në një bashkëbisedim në histori se çfarë ndodhi. Arlinda, përshëndes. Përshëndetje. E kemi kemi trajtuar me kolegët media, po ashtu ka dhënë vëmendje asaj se çfarë ndodhi. Unë do doja Arlinda të ma sjellësh në mënyrë të përmbledhur si pjesë e gjithë asaj që ne cilësojmë si një incident ku sigurisht kur ka aktivitete politike marrin një ngjyrim tjetër. Çfarë ndodhi? Atëherë, për personi që na ngjon për herë të parë, do të shpjegoj se si kemi arritur deri. Ne kemi mujt që protestojmë për këtë çështje. Kemi arritur deri në pikën që Ministria e Mjedisit ka marrë një vendim për pezullimin e shkarkimeve të kësaj fabrike, që institucionet lokale që janë përgjegjëse për zbatimin e këtij vendimi nuk po e zbatojnë. Pas kësaj, ne kemi protestuar te Kryeministria, ku jemi takuar nga disa individ të platformës për bashkëqeverisje, të cilët na kanë premtuar që do bëjnë një zgjidhje për këtë çështje, por akoma nuk na kanë kthyer përgjigje. Ne morëm vesh dje, një orë para mitingut të Partisë Socialiste, se do vinte Rama në Lezhë. Ne ka kohë që kërkojmë të flasim drejt për drejt me të, në një shtet ku askush, ku institucion nuk funksionojnë dhe njerëzit nuk e zbatojnë ligjin, na duhet shkojmë tek maja e piramidës për të kuptuar nëse është një problem që këta me tamam nuk e dinë që ekziston, apo që po e mbajnë vetë në këmbat e fabrikë. Shkum aty ishte një organizim spontan në momentit fundit, prandaj ishim shumë pak veta, ishim 10 veta. Morëm banderolën tonë, disa pankarta dhe u afrum tek mitingu. Mbajtëm distancën nga mbështetësit e Partisë Socialiste, nuk po bërtisnim, nuk kishim asnjë megafon, asnjë gjë. Vetëm në mënyrë simbolike donim që dikush ta shikonte problemin ton. Në atë moment na janë vërsul punojësit e policisë bashkiake që ishin vesh si civil, por ne i njohim 2 prej tyre, prandaj e kuptuam që ishin policia bashkiake. Na shtyn, na fillun të godisnin djemt, në përpoqëm t'i ndanim, atëherë na shoqëruan. Ka pas sot deklarata të partive politike, sikur ky ishte një antimiting i Partisë Demokratike kundër Partisë Socialiste. Kjo nuk është as pak e vërtetë. Ne aty ishim 10 persona, kemi vetëm një person në grup që është antar i Partisë Demokratike dhe të cilët i doli zot Partia Demokratike me një deklaratë. Unë personalisht jam kandidate për Shqipëria bëhet, pjesa tjetër aty janë persona të paprofilizuar politikisht. Nuk janë të asociuar me asnjë parti, ishin aty për shqetësimin e janë banorët që kanë protestuar prej disa kohësh. Pra, kjo tendenca për ta portretizuar ngjarjen si një antimiting i PD-s kundra PS-s është totalisht e pavërtetë. I vetmi person aty që është në strukturën e Partisë Demokratike ishte një ndër personat e arrestuar. Por pjesa tjetër, të gjithë ishin banorë të lagjes, përfshi dhe personi i Partisë Demokratike. Ai ka shtëpinë ngjitur me fabrikën dhe kanë qenë persona që kanë protestuar prej vitesh për këtë çështje. Ju zgjodhët që këtë shqetësim, që shqetësimi i banorëve, që e keni shprehur në media, ta çonit, ta përcjellnit edhe në aktivitet, pra i cili është aktivitet politik, aq më tepër i subjektit që është në pushtet partisë më të madhe, le të themi të Partisë Socialiste, kështu Arlinda. Dhe çfarë ndodhi aty, me kë u përplasët, kush ishin personat të cilët nuk ishin aq dashamirës? Ishin punonjës të policisë bashkiake, njëri prej tyre është drejtori i policisë bashkiake, Leonard Palaj. Ata erdhën aty ndërkohë që nuk janë persona të policia bashkiake, nuk është përgjegjëse për mbajtjen e rendit, është policia e shtetit. Mirë po ishin ata që ndërhyn. Dhe nga perspektiva e policisë së shtetit, ne ishim 2 grupe që po përplaseshin aty, dhe ata me urdhër të këtyre policisë bashkiake na arrestuan. Ndërkohë që vetë këta persona që ishin veshur si civil dhe policia nuk ishte se ta dinte çfarë ndodhte aty, këta u lanë të lirë dhe me urdhër të tyre na arrestuan ne.
atëherë ata erdhën te komisariati, bën kallëzimin sikur ne i kishim provokuar dhe i kishim godet dhe u largu. Ndërkohë që ne na thonë për ju do zbatojmë procedurën, do rrini këtu të shoqëruar 5 orë. Ndërkohë, si do të veproni më tej? Çfarë do të ndaleni këtu, Arilda, apo do ta vijoni këtë? Me 22 mars në orën 5 ne kemi protestën e radhës para fabrikës. Pikërisht për të kërkuar zbatimin e vendimit, që është gjëja më bazike, dhe 2, kemi kërkesën tonë përhershme që fabrika të zhvendoset nga aty. Kërkojmë vetëm që të zhvendoset. Edhe të limitojnë ndotjen, kudo që shkon, aty është të vendosur në zonë banume, aty shqetëson njerëzit, domethënë nuk e kuptoj as ata vetë si e vendosin veten në këtë pikë, në përplasje konstante me banorët. Ne do ta vazhdojmë derisa të ketë reagim të institucioneve. Ndërkohë, a jeni përpjekur ju, Arilda, që ta zgjidhni në mënyrë ndryshe këtë çështje? Kur them në mënyrë ndryshe, flas për zgjidhje me përfaqësuesin, me pronarin, me pushtetin atje. Keni bërë, unë e di kronologjinë e gjithë ngjarjes. Më qenë dhe në pjesë si kolegë, si gazetare. Por keni kërkuar që ndoshta përtej politikës të gjendet një zgjidhje? Unë jam bashku banorëve 6 muajt e fundit. Banorët vetë kanë 5 vite që protestojnë për atë fabrikë. Në fillim, ata i kanë ndjek të gjitha rrugët. Kanë folë me pronarin, kanë folë me institucionet lokale, kanë prit që do bëjnë një zgjidhje, pasi ai ju ka premtuar që do vendos një filter, do bëj diçka, por nuk ka ndodhur kurrë asnjë gjë. Kjo është arsyeja pse ne tani protestojmë hapur kundra tij, sepse rruga informale, komunikimi miqësisht me të nuk ka funksionuar. E qartë, Arilda. Mirë, unë të falenderoj që ndave sërish me një ngjarje të tillë, që ju si shqetësim qytetare çoni deri tek aktivitetet politike që ne i cilësojmë pastaj si një incident që ndodhin pra gjatë këtyre tubimeve, aktiviteteve, dhe do të jemi sërish së bashku kur e kemi protestën. Protesta është me 22 mars, këtë çtune në orën 5. Ju falenderoj që na keni dhënë hapësirë për këtë situatë. Është një situatë shqetësuese për banorët, megjithatë mediat e tjera nuk na kanë dhënë hapësirë për shkak të ndërhyrjes nga dikush, kështu që e vlerësojmë shumë mbështetjen tuaj. Ne, Arilda, thjesht bëjmë detyrën tonë dhe përpiqemi që të jemi brenda kornizave normale të raportimit dhe të shqetësimit të qytetarëve. Të përshëndes. Atëherë, çfarë ka ndodhur është pikërisht takimi elektoral i Partisë Socialiste në Lezhë, ku policia bashkiake është përplasur me aktivistët që kanë ngritur një banderol ku shkruhej "Na morë të frymën", dhe bëhet fjalë për fabrikën e peshkut, të cilën ne kemi ndjekur në fakt edhe që banorët pretendojnë se ka ndotje dhe kanë ndjekur të gjitha procedurat e mundshme.